botohet libri The Last Besa, Besa e fundit, i Gjergj Araniti Krasniqi, në hijen e maleve të veriut Shqipërisë, ku ligjet lashta ende pulsojnë në sipërfaqen e jetës moderne, Elira kthehet në fshatin nga i cili u arratis fëmijë, jo me vajza që kishte dhe që mbanin mend, por një grua që mban me supe, peshën e një premtimi të gdhendur në gjakun e familjes së saj. 20 vjet më parë, babai i saj u vras sipas kanunit. Një sistem brutal nderi dhe akmarrje më e vjetër se vetë kujtesa. Tani, Elira gjendet e përfshirë në një komplot shumë të thellë, e ndjekur nga fiset rivale, e manipuluar nga historiani enigmatik Riza dhe e tërhequr drejt një lidhje të papritur me Gjonin varmisin e heshtur që di shumë më tepër se sa duket. Elira duhet të përballet me një të vërtet më të rrezikshme se çdo armë drejtuar ndaj saj. Kanuni është rishkruar prej kohësh dhe ajo po jeton brenda versionit të drejtësisë së dikujt tjetër. Ndërsa dhuna shpërthen me besnikëri coptohen, Elira bëhet boshti mbi cilin anon e ardhmja e fshatit drejt lirisë apo shkatrimit. Një thriller i errët. Gjergj Araniti Krasniqi është një shkrimtar shqiptar-amerikan, veprat e cilit ndërthunin thellësinë psikologjike, historinë kulturore dhe atmosferën nuar të zez, i lindur në Kosovë gjatë luftrave të ish Jugosllavisë, i rritur mes dy botëve, shkrimi i tij njihet për ritmin kinematografik, prozën e ngarkuar emocionalisht dhe portretizimet e nuancuara të personazheve të kapur mes traditës dhe ndryshimit. The Last Besa është romani i tij debutues, libri i parë i një serie të planifikuar thriller është Balkanik Noir, aktualisht jeton në West Hollywood në Kaliforni.